Aktoria e njohur shqiptare Tinka Kurti jeton në azil. Si e keni pritur këtë lajm? Me shumë dhimbje. Tinka nuk ishte ndonjë grua e bezdisur, ose nuk ishte ndonjë sëmundje të bezdisur që ta çojë në azil, se s'buante nga mënte kokës, se që e freskët deri në fund. Tani është një problem i brendshëm i familjes saj, djalit saj dhe njerëzve të saja, dhe nuk kam asnjë të drejtë që ta paragjykoj ose ta gjykoj. Keq më erdhi që pas ka qenë në azil, se nuk ishte Tinka Kurti për të çuar në azil. Tinka ishte një aktore perle e teatrit shqiptar. Ishte një nga ikonat e teatrit shqiptar. Se për hir të së vërtetës ne kemi pasur aktorë të nivelit botëror. Jo më shumë se sa deklarata që bën dy regjisorët grek për filmin shqiptaro-grek Mirupafshim, të cilët deklaruan dhe thanë ne jemi surprizuar tmerrsisht nga niveli dhe nga cilësitë artistike të aktorëve shqiptar. Dhe aty thot mësuam që aktorët shqiptar pas kanë bërë dhe pas kanë vazhduar brezat me mësimet e aktorit të madh rus Stanislavski. Se në këto si dinim. Pra, Tinka Kurti nuk e meritonte të shkonte në azil. Megjithatë është punë e tyre, nuk kam të drejtë jap asnjë lloj vendimi. Thjesht më vjen keq. Avokata, mund të kishte bërë shteti më shumë për Tinkën dhe ajo tani të ishte diku tjetër dhe jo në azil siç është tani? Jo, shteti bën më shumë që të nxjerrë hajdutët edhe trafikantët e drogës jashtë shtetit për të shpëtuar drejtësisë shqiptare, po e bëj për aktorët. Ai u prishi, po ky çifuti prishi aktorën, po e keni parë që ka bërë një pallat atje në formë që ka dhënë fytyrën e tij? A e keni parë? Te 15 kaçi. Ore, ky bën çdo qefi, mos ka kush i thotë çfarë po bën. Ky bën çfarë do qefi. Këtu ne jetojmë në na qeverish një repart ushtarak më i egër se sa Gestapo naziste. Këta kështu janë, të gjithë. Urdhë bëri busin me uniformën e Skënderbeu dhe vuri turit e tij atje. Vuri hundën e tij si Patërgjane atje. Këtë bëri Edi Rama. E pa çfarë dërgoi në Itali. Që u kënaqe, u mrekullua ajo Spiro Palia. Nga monumenti i Skënderbeut të saj, ai që Skënderbeu i saj. Deri aty ka arritur ai, sa përçudnon dhe fyen dhe fytyrën e Skënderbeut. Dhe unë nuk e di, ku janë këta katolikë shqiptar? U pyes mërive të fesë katolike dhe të katedrales katolike, priftërinjt, ku i kini? Ku i kini? Pse lejuat një gjë të tillë që të shkonte në Itali një fytyrë e Edi Ramës me uniformën e Skënderbeut? Pse kështu? Pse keni rënë kaq poshtë dhe ju? Jini bler? Avokat, në një nga emisionet më të ndjekura shqiptare, pikërisht në Big Brother, aktori i njohur Lert Vasili, në një debat që pati me një prej banorëve, tha që domethënë Allahu Ekber thuhet vetëm kur priten koka. Kush e tha atë? Nga mësoja jetë, se ai ishte krishter ortodoks. Ku e gjeti? Si u duket kjo deklaratë? Është antikombëtare, antishqiptare është, ja po ta them unë. Ore, ç'pun keti se ç'përdor turku Allahu Ekber apo e them unë në emër të Zotit. Se Allahu Ekber në shqip me ç'di unë përkthehet në emër të Zotit. Këtë në emër të Zotit e thonë dhe katolikët, dhe ortodoksët, dhe budistët, dhe kushdo cila do fe në botë flet se gjasmë flet në emër të Zotit. Ç'pun ka ai që do thotë Allahu Ekber thuhet vetëm kur priten koka. Do me thënë që po u dëgjua shprehja Allahu Ekber në Shqipëri, përgatituni të priten koka. Atë paralajmëron ai. Po e ka gënjyer shoku. Ka gënjyer për kohën kur ka qenë në Greqi. Se thot më kanë rrahur, janë persekutuar, nuk është e vërtet. Nëse ka ndonjë që ka folur në Greqi për çështjen kombëtare nëpër mediat greke, është vetëm ky zotëria që u flet përballë të nderuar qytetar shqiptar. Dhe s'më preku njeri një fjalë, një majgjilpëre nuk më preku, kurkush. Po nga fillimi që fillova debatet në televizionin grek në mars të 99-s, në 26 mars, derisa i kanë 2005-ën, nuk më tha njeri ç'është kjo që po bën. Pra këta vini dhe shesin patriotizëm, po jo me mua se unë kam qenë atje. Unë kam qenë në Greqi, s'kemi dëgjuar ndonjëherë që ta kishte rrahur njeri atë Lert Vasili, sepse se llogarisej njeri për të gjallë.
Lërti këtu mori hovë dhe famë. Duhen merren masa për këtë deklaratë që ka bërë ai? Atë e ka shteti. Atë e ka shteti, se kam unë. Atë e kanë shërbimet e caktuara që janë kundër këtyre propagandave, kundër këtyre nxitjeve, kundër këtyre fyerjeve dhe ofendimeve që u bën feve të ndryshme. Ka filluar një fushat e madhe, shumë e madhe, e katolikëve, sidomos në Kosovë, kundër fesë islame. Dhe në fakt nuk bëhet kundër fesë. Ata e motivojnë që kur gjasme ne e luftojmë fenë islame se ne e përruj turku. Nuk është e vërtet. Lufta bëhet kundër shqiptarëve, sepse 70% e shqiptarëve janë muslimanë. Pra ti kur ushan fenë atyre, ke sharë ata je kundërvën atyre, dhe ti s'mund t'i detyrosh ata të bënë katolika apo ortodoks se do ti. Dhe ka filluar një fushat e jashtëzakonshme, pa zhurmë, pa bujë në media, por shikojni në rrjetet sociale. Do shikoni një Markulosa, që që quajnë atë, ka edhe një zë si miu i mureve ai, që flet dhe nxjerr shpif dhe sajon ajete të ndryshme kuranore ose hadithe për të ofenduar dhe për të tallur shqiptarët. Gjën shtres dhe ashtu hapësirë në Kosovë, sepse ka mbështetjen e serbëve, ka mbështetjen e grekëve, po pa dyshim që ka dhe mbështetjen e Vatikanit, dhe janë vërsulur shqiptarëve duke goditur atje ku ata aktualisht nuk mbrojnë dot. Se nuk ka kush t'i mbrojë për fenë e tyre. Feja islame s'ka një kryetar. Ata kanë nga një kryetar, qoftë ai ortodoksi e kanë Konstantinopol, qoftë ky tjetri e kanë Vatikan, shqiptarët s'kan njeri kush t'i mbrojë. Dhe lufta bëhet thellësisht kundër shqiptarëve dhe kundër kombit shqiptar. Nuk bëhet as kundër turkut, se si kërcet turkut se ka legendë që lehin këtu në Shqipëri kundër fesë islame, apo kundër arabisë. Fare hiç absolutisht. Thjesht lufta bëhet kundër shqiptarëve. Po cili është qëllimi? Asgjësimi dhe reduktimi i popullit e kombësisë shqiptare në trojet e veta. Që popullimi i Shqipërisë të ikin, atë thonë, të ikin vend Turqi, thonë muslimanët. Atë që bën në 1922 grekët në bashkëpunim me Serbinë, që i quan në Turqi dhe sollën nga Turqia ata pondët e Greqisë, atë bëjnë. Popullimin e Shqipërisë. Kemi kohë që presim të bën arrestime, se do t'i shkoj prapë kësaj teme. Kemi kohë që presim të bën arrestimet, kemi kohë që na është thënë që do bëhet bashkimi i trojeve të grabitura në 1913 nga Londra, do me thënë bashkimi i Plavë Gucis, i Malit në Maltëzi, i Kosovës, i Medvej Bujanov, si e ka edhe Preshevës, edhe Çamërin, edhe pjesën e shqiptarëve të Maqedonisë. Ne këto i presim, na pëlqejnë, na mendojmë që dikush e ka marrë në dorë këtë punë dhe unë kam besim që do bëhet, po që vonohet nuk e di pse. Ja dhe faktor tjerë ndërkombëtar që unë nuk i kam në dorë, nuk i di dhe nuk kam si t'i di, se ndryshe do ishte bërë me kohë. Avokat, shumë faleminderit. Ju lutem. Kemi ndonjë gjë tjetër? Jo.